7 marsi, dita e mësuesit, e cila është nesër, u festua sot në shkollën nënshkruesi pavarësisë në Bisefa. Nxënësit këtë mëngjes zgjodhën lulet dhe kartolinat për të uruar festën dhe për të shprehur mirënjohjen mësuesve të tyre. Ndërkohë, nxënësit e mësuese laureatës ndërtuan një ekspozit me lule të pikturuara për t'i treguar mësueses së tyre dhe stafit pedagogjik të shkollës nënshkruesi pavarësisë në Bisefa se sa të veçantë janë dhe për t'i falenderuar për kontributin që japin në edukimin e tyre. 7 marsi është një peshqesh i bukur që na dhuruan patriotët, të cilët mbajtën gjallë gjuhën shqipe. Një peshqesh i bukur jo vetëm si figurë për mësuesin, por për rolin e tij të rëndësishëm në transformimin e shoqërisë dhe në emancipimin e saj, në formimin e shtetit dhe në kulturën e një kombi. Sot, kjo ditë e bukur më gjen mes nxënësve të klasës së parë, të cilët me shumë dashuri ja kanë kushtuar këtë ditë urimet më të bukur për 7 dhe 8 marsin me punimet e tyre, ku në qendër të këtyre punimet janë lulet, si simboli i të gjithë festave. Kanë punuar me shumë përkushtim, me shumë dashuri dhe padyshim duke patur pranë edhe impenjimin e nënave të tyre, të cilave unë i falenderoj me gjithë zemër. Me këtë rast, ju uroj të gjithë nxënësve, gëzuar festën e 7 marsit, është një festë të cilën e festojmë të dy bashkarisht. Gjithashtu, me këtë rast që më jepet sot, uroj dhe të gjithë mësuesit kudo që ndodhen gëzuar festën e 7 marsit. Faleminderit, por dua ta mbyll edhe me një thënie të Victor Hugoit, i cili thotë: nënpunësit më të rëndësishëm të një shteti janë mësuesi dhe prindërimi. Faleminderit dhe gëzuar të gjithëve festën. Pavarësisht festës, mësimi është zhvilluar normalisht. Ministrat e rinj të kabinetit qeveritar Rama 4 janë betuar sot para presidentit Bajram Begaj në ceremoninë e zhvilluar në Pallatin e Brigatave. E para që u betua ishte Albana Koçiu, e cila mori detyrën e zëvendës kryeministres. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar, atë të antarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. Ndërkohë i dyti ishte Ferit Hoxha, ministri i ri i jashtëm, dhe më pas Besfort Lamallari, i cili do të mbajë detyrën e ministrit të brendshëm, duke vijuar me ministrat e tjerë. Siç e përcakton dhe protokolli, ministrat e rinj janë betuar duke vendosur dorën mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kujtojmë se në votimin e djeshëm në kuvent të këtyre ndryshimeve, opozita nuk mori pjesë, pasi deputetët opozitar ishin ngritur në këmbë dhe kishin bllokuar foltoren e parlamentit. Me rastin e festave të 7 marsit, Qendra Kulturore e Fëmijëve në bashkëpunim me Klubin e Sportit dhe Grupin e Kërcimit organizuan një koncert festiv me këngë kushtuar mësuesve dhe nënave, valle tradicionale dhe kërcime aerobike. Pranvera edhe këtë vit trokiti në vendin tonë. E me gëzimin që çel pranvera dhe ne festojmë të lumtur 2 datat simbol, të dijes dhe të rilindjes së jetës, 7 dhe 8 marsin. E ku ka më bukur se sa të festosh në këtë stin të luleve për 2 lulet më të bukura të jetës tonë. Mësuesit tanë të dashur, që ndër vite keni mëkuar tek ne dashurin për dijen, familjen e adheun, dhe për ju nëna, që na keni dhuruar jetën, na keni rritur e edukuar me sakrificave dhe sublime që vetëm nënat dhe gratë shqiptare din ta bëjnë. Të shkruash për ju nëna dhe mësues do të kërkoja të zgjidhja fjalët më të bukura në repertorin e gjuhësisë. Por përsëri nuk do të mjaftonte, sepse ju meritoni më shumë. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e shtëpisë muze të Kongresit të Lushnjës. Për të ndjekur këtë aktivitet, ishte e pranishme kryetarja e bashkisë Riselda Sefa, e shoqëruar nga stafi i saj, prindër, nxënës dhe qytetar. Programi artistik ishte tepër i larmishëm dhe u duar trokit nga të pranishmit.
Rreth 300 mësues të Bashkisë Fier u mlodhën në teatrin Bylis në ceremoninë gala Drita që nuk shuhet, një aktivitet i organizuar nga Bashkia Fier përmes Dritorisë së Artit, Kulturës dhe Turizmit, në nderim të figurës së mësuesit me rastin e 7 marsit, ditës së mësuesit. Në këtë mbrëmje të veçantë u vlerësuan me certifikat mirënjohje 30 mësues të ndarë në 3 kategori: mësues pas vdekjes, mësues pensionist dhe mësues në karrierë, të cilët janë dalluar ndër vite për kontributin e tyre në arsimin fjerak dhe në formimin e brezave. Gjatë ceremonisë, disa prej mësuesve të vlerësuar përcollën mirënjohjen për këtë vlerësim, duke theksuar se puna e mësuesit është një mision i lidhur ngushtë me përkushtimin ndaj nxënësve dhe me përgjegjësinë për të edukuar brezat e rinj. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe kryetari i Bashkisë Fier Armando Subashi, i cili në përshëndetjen e tij vlerësoi rolin e pazëvendësueshëm të mësuesve në zhvillimin e shoqërisë dhe theksoi se arsimi mbetet një nga shtyllat më të rëndësishme për të ardhmen e qytetit dhe të vendit. Ne jemi munduar që vazhdimisht gjatë këtyre viteve shkollën ta kemi në qendër të vëmendjes dhe të investimeve të bashkisë. Dhe në fakt sot mund të them me kënaqësi dhe me krenari që po vazhdojmë në këtë drejtim. Edhe sot që flasim, jemi duke punuar në disa shkolla në Bashkinë e Fierit, ashtu siç kemi planifikuar edhe disa të tjera që vazhdimisht kanë nevojë për ndërhyrje, për rikonstruksion, dhe dua t'ju garantoj që asnjëherë shkollat dhe mësimi në bashkinë tonë nuk do të ngelet jashtë vëmendjes. Më lejoni t'ju them që është momenti që unë të përulem me shumë respekt ndaj të gjithë pleadës së mësuesve, ndaj të gjithë ju që jeni këtu, ndaj të gjithë atyre që kanë punuar me vite dhe fatkeqësisht nuk janë më midis nesh, por edhe ndaj atyre që kanë dalë në pension, por prap janë burim frymëzimi, jo vetëm për ju si ndoshta mësues që vazhdoni ta ushtroni profesionin, por për gjithë brezat, për gjithë nxënësit në vite. Ceremonia u shoqërua me një program artistik të veçantë, ku të pranishmit shijuan interpretimet e artistes së mirënjohur Vikena Kamenica, performancat e formacionit orkestral Albania Chamber, si dhe momente poetike dhe artistike që i dhanë mbrëmjes një atmosferë të ngrohtë dhe emocionuese. Në shenjë respekti dhe mirënjohje për të gjithë mësuesit e pranishëm u dhuruan lule, duke bërë këtë mbrëmje edhe më simbolike për figurën e tyre. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka dekretuar shpërndarjen e kuvendit, duke i hapur rrugë vendit për zgjedhje të jashtëzakonshme. Vendimi vjen pas dështimit të deputetëve për të zgjedhur presidentin e ri brenda afatit kushtetues. Në fjalën e saj, Osmani cilësoi situatën një fatkeqësi, duke theksuar se deputetët nuk zgjodhën interesin e Kosovës. Ky dështim nuk ishte as rastësor, as i pamenduar, por përkundrazi shumë mirë i kalkuluar dhe i ideuar, për fat të keq. Neni 86 i Kushtetutës përcakton se presidenti i ri duhet të zgjidhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Mandati im përfundon me 4 prill 2026. Kjo do të thotë se 5 marsi ishte afati i fundit kushtetues që kuvendi të zgjidhte presidentin e ri. Ky afat ka skaduar mbrëm në mesnatë. Pra nuk kemi të bëjmë me një debat politik. Kemi të bëjmë me një fakt të qartë kushtetues. Kuvendi i Republikës së Kosovës ka dështuar të përmbush një nga obligimet e tij themelore kushtetuese. Kushtetuta nuk është shkruar për interpretime që relativizojnë peshën e saj. Ajo është shkruar për ta garantuar funksionimin e shtetit. Funksionimin, jo zvarritjet dhe mos funksionimin, por funksionimin e shtetit. Dhe kushtetuta është po aq e qartë për pasojat që rrjedhin kur kuvendi dështon të kryejë detyrat e veta. Ajo e parashikon qartë se një kuvend që nuk arrin të zgjedh presidentin nuk mund të vazhdoj pafundësisht të zvarris procesin siç po tentohet, por përballet me një mekanizëm të qartë kushtetues që çon në shpërndarjen e tij. Procesi në kuvend dështoi për shkak të mungesës së koorumit. Kandidatët për president ishin Glau Konjufca dhe Fatmire Kolçaku Mullhaxha.
të dy të propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Pas dështimit, kryetaria e Kuvendit, Albulena Haxhiu, i është drejtuar gjykatës kushtetuese për interpretim dhe pezullim të përkohshëm të afateve kushtetuese.